Shqipëria si shkak i pozitës së saj gjeografike, klimës, bukurive natyrore dhe trashëgimisë së pasur historike e kulturore, ofron një potencial të rëndësishëm për zhvillimin e industrisë e turizmit. Klima e butë dhe e favorshme bën që vendi të jetë destinacion turistik gjatë 12 muajve të vitit. Gjatë viteve të fundit, turizmi shqiptar po jeton një ngritje të vazhdueshme, duke u përqendruar në ofrimin e produkteve të ndryshme turistike, si turizmi i diellit dhe detit, turizmi kulturor e tjerë. Më në fund, Shqipëria mund të krenohet edhe me turizmin malor, me ato zona të harruara nga vetë turistët shqiptar, të diskriminuar nga regjimi komunist, por të preferuara tashme dhe të vlerësuara nga të huajt. Natyral Razma Resort ndodhet në Razëm, 40 km nga qyteti i Shkodrës. Pozicionohet në zemër të Alpeve shqiptare, 50 km nga Thethi në veri Lindje, 100 km nga Vermoshi në veri Perëndim, 30 km nga Liçeni i Shkodrës në jug Perëndim, 70 km nga deti Adriatik Velipoj në jug Lindje. Natyral Razma Resort është njëri prej atyre që ka kultivuar viteve të fundit trashëgimin dhe është ndërtuar dhe është ruajtur gjithmonë e veçanta e këtyre bjeshkve, për cilat neve ju ftojmë që të na ndiqni në vazhdim. Razma ndodhet në lartësi 1022 metra mbi nivelin e detit dhe zona njihet për klimën mesdhetare kontinentale dhe mikroklimën me vlerat kuratiane të saj. E shpallur zonë turistike që në vitin 1935 nga mbreti Zog pikërisht për veçoritë klimaterike të zonës. Për ta kthyer në jetë këtë vend turistik, viteve të fundit njerëz të cilët e duan natyrën kanë bërë investime marramendse. E tillë është edhe familja shkodrane Kastrati, të cilët kanë investuar në këtë resort, Natyral Razma Resort.
Marrë një biciklet përdore, nga Spandal e shkoj aty kur e zemra, në male. Tuj mu marrë fryma i thras malit, erdh pranvera, por tash mali i bëzan. E kthen jehonen, erdh pranvera. Është kjo vetëm një thënje nga shumë frymëzimet e cilat të pronarët kishin kur nisën ndërtimin e këtij resori. Shikues të televizionit Syrivision, patët mundësi kështu të ndeshni shumë pjesë të Erasmës. Mirë po patët mundësi të shihni edhe një resort të ndërtuar viteve të fundit. Gjithsesi në muajin korrekt të këtij viti do të mbushen 3 vite që nga fillimi i punës. Por si erdhi deri tek ideja, çfarë u investua dhe cilat ishin sfidat por edhe sukseset e këtij resori, do ta njeh administratorja e saj, cilën e kemi ftuar për një intervistë dhe ajo është zonja Aida Bala Kastrati. Mund të më thoni fillimisht se ide kujt ishte të ndërtohet një resor këtu? Në fakt, ideja e ndërtimit të Natura Erasmus Resort fillon në vitin 2003. Ishte një ide që lindi që buroi nga unë edhe bashkë me bashortin tim, vendosëm me ndërtu një sipërmarrje këtu në Razë. Duhet me pas parasysh që ne jemi në Alpët Shqiptare, në pikën më të afërt të Alpëve Shqiptare, po të njëjtën kohë jemi edhe në Shkodër, 41 kilometra larg nga qyteti i Shkodrës. Është një vend që ka një histori. Në kohën e Mbretit Zog ishte një pikë turistike shpallur qysh atëherë për vlerat e saj klimaterike. Burgjezia e qytetit të Shkodrës kishte ndërtu komplet vilat e tyne të pushimit, sepse duhet me pas parasysh flasim për vitet 30, po ekzistonte një koncept i një jetë të bukur qysh atëherë. Mandej ndryshimet mëdha ndodhen rreth viteve 45, të cilat të gjithë këto vila u mbështetizuan dhe këtu u kthy në një kamp pushimi për punëtorët, por themi për punëtorët, por faktikisht ishte një rreth më i ngushtë, të cilët kishin mundësi, sipas konceptit të kohës, me ardhë me shiju vendin. Edhe në vitin 2003 kur lindi kjo ide, bashkë me bashortin tim, që të dy jemi sipërmarrës, ishte jashtëzakonisht e vështirë, sepse nuk ishte ideja e zhvillimit të turizmit malor. Në Shqipëri, pothuajse gjithë njerëzit varkonin drejt Bregdetit, sepse ishin të prirur edhe drejt një fitimi të shpejtë. Në fakt, kur fillum investimin ton, ai nuk filloi nga pika zero, flas këtu, ne investuam në 2 ndërtesa. Një ndërtesë është ndërtesa ku jemi tashti, është një ndërtesë e cila i përkiste një familje të vjetër shkondrane, e ndërtume për me shiju natyrën, me shiju të kanonit bashkë me familjen, flasim për atë kohë. Kjo ndërtesë më ne u kthy në një shtëpi pushimit, gjatë viteve të nomenklaturës, dhe ne e rimorëm mes flasim në vitet 90 të ndërtesa ju kthyn pronarëve të vërtet, por kuptohet në vitet 97 psun shkatrimet e tyne që normalisht futja jon e momentit parë ishte me rujt identitetin e këtyne ndërtesave. Pikërisht brenda ajo pjesë që i përket pra atij momentit skalumes është pjesa mbi të cilën është ndërtuar bari Lebor. Ne nuk jemi prirë nga ideja që ta shkatrojmë dhe të vim të sjellim diçka totalisht të re. Ne jemi prirë nga ideja që ta ruajmë atë bërtham të vogël, atë ide e cila u nërprej për arsyet që dihen, dhe të sjellim një imazh krejt të ri që i përshtatet mënyrës se si është i ndërtuar dhe i konceptuar njeriu i sotëm. Në fakt kjo është një supermarket konceptuale, normal që është një biznes, por përtej biznesit është një komunikim. Është një komunikim brenda gjitha hapësirave shqiptare, por mbi gjitha është një komunikim me njeriu. Mirë, do të bëja tash një pyetje tjetër. Në Kosovë dhe në Shqipëri janë 2 shtete ku akoma hezitohen nga njerëz që të investohen. Ku e gjetë gjitha të siguri që në këtë marrë kaq të lartë të bëni këtë investim? Në fakt është shumë e drejtë pyetja juaj, por siç u thash më përpara, tu ka një sipërmarrje konceptuale dhe ne të dy
të qenë sipërmarrës të cilët përfaqësojnë edhe disa vlera trashëgume brenda familjeve tona dhe brenda identitetit ton, dhe të njëjtën kohë dëshira intelektuale për me sjell një sipërmarrje krejt moderne, e cila normalisht spikat edhe lidhet me shumë bukur me natyrën, dhe nuk mund të kishte vend më të bukur se sa pikërisht këto në Alpe. Është një investim jashtëzakonisht i guximshëm, të pas parasysh që bëhet fjalë me ndërtu shumë gjana vetë. Bëhet fjalë me ndërtu jo vetëm një sipërmarrje, po bëhet fjalë me ndërtu komplet një strategji me cilën shtrihet kjo sipërmarrje. Me zhuri sjell një destinacion që ishte i harruar për arsye sepse në vitet 90 nollen shumë ndryshime në Shqipëri, tranzicioni jonë që i gjatë dhe normalisht kishte vështirësi shumë të mëdha për me e ndërtu, me e fillu dhe me e përfundu deri në fund. Sepse normalisht edhe njerëzit kishin dyshim flas për vitet më përpara nëse kjo do të kishte sukses apo jo. Por pikërisht tu ka një ndërtesë të tillë, një koncept i tillë, që marrë të mërna vetës së saj, të gjitha në detaje, ato që janë gjanat më të bukura tona, si shqiptar, kudo, Paransi, Kosovë, Shqipëri, Veri, Jug, pikërisht këtu në Alpët shqiptare, ku të njëjtën kohë përveç natyrës, është vendi ku është i ruajtur identiteti jon kombëtar, është i ruajtur thalbi jon, shpirti jon shqiptar. Dhe ishte në një moment tepër interesant, po rivinte, po qilte një lule, po qilte një lule në një vend që janë bërë luftime të mëdha në një rezistencë për shembull kundër komunizmit. Këtu kemi një shpellë siç është shpella Dëshmarashit, e cila do të thënë është një shpellë ku Dëshmarashi, një general bashkë me një preft banin rezistencën e fundit kundër komunizmit, e rezistenca e fundit që njihet në Europën Lindore. Dhe ne kemi risjet e kemi marrë gjithë këto element, pra kemi gëshëtu elementi tradicional, elementin historik, natyrën, për me shfaq mu prezentu edhe përpara, jo vetëm përpara publiku shqiptar, sepse tashmë ne jetojmë në një koncept krejt tjetër të ekonomisë globale dhe të hapësinave të pakufit të komunikimit njerëzor. Me shfaq pikërisht në këtë kohë, me shfaq atë që na kemi të veçantë dhe që e kemi rujt tash sa shekuj, mbrana vetit dhe për arsye të ndryshme historike, ne nuk kena mujt me nxjerr dhe me paraqit. Dhe të njëjtën kohë këtë gjë ne me sjell edhe si përmarrje, si mundësi jeteset, sepse është një mundësi e jashtëzakonshme për njerëzit që jetojnë këtu. Është një mundësi e jashtëzakonshme për rinin, mas mu largu nga vendet, mos më shku drejt jetës urbane, por me frymëzu që edhe shumë njerëz këtu me bë përsëri shumë gjëra të bukura. Dhe do të ishte jashtëzakonisht interesant nëse mënyra të tilla të konceptimit të ishin jo vetëm këtu, po të ishin më të shtrime në pjesën veriore të Shqipërisë, në jug, në Kosovë, në mënyrë që ne të krijojmë një mundësi lidhje dhe komunikimit rrjetit midis njëri tjetrit, që turistat që vinë nga jashtë të kenë mundësi të lëvizin në pika të ndryshme dhe të bëhet një gëshëtim midis ndërtesave të tilla, të rafinuara, se flasim për një nuk flasim për një stil rustik, por i cili mund të kombinote jashtëzakonisht bukur me bujtinat, pra do të kishim një paraqitje ndryshe të turistat e muj. Do t'ju ngacmoja pak nëse më lejohet. Patjetër, Runi. Ka investimeve private në vende shumë të interesante që ndrojnë figurat të shtetit. Është shumë e bukur pyetja juaj, sepse kjo është edhe një nga vështirësinë tona që na ka shoqëruar gjatë udhëtimit tonë. Normalisht në investime të mëdha njerëzit janë mësuar që gjithmonë me ka ndikush mbrapa. Dhe normalisht që kur bën një punë jashtëzakonisht të madhe që ka një lodhje shumë të madhe, ndjehesh edhe i lëndum kur e kupton që i bashkëbiseduesi të shikon ty, por sytë e tij ose mendimet e tij fluturojnë me gjetë se kush mund të jetë mbrapa. Dhe normalisht kur nuk ke askërkën mbrapa, po ke vetëm punën tënde, është shumë e vështirë me realizu një koncept dhe një ide të tillë, sepse normalisht faktikisht je tu dalë edhe kundër sistemit.
sepse është ndërtuar një sistem i tillë jo vetëm në Shqipëri, por në shumë vende një sistem i tillë që për gjëra shumë të mëdha nuk mundesh me kanë mu paraqit si përmas konceptual për me bërë gjëra të reja, gjëra të bukura, por normalisht duhet me kanë mbrojtur nga një infrastrukturë tan politike që fillon që nga fillimi deri në maje. Por kjo nuk ka no këtu. Ne duhet me u tregu inteligjent, duhet me mendu jo vetëm për vete, por duhet me mendu për breza që vinë, që me i dhanë një Shqipëni krejt ndryshe, dhe duhet mu përgatit psikologjikisht përpara se me hyrë në një investim të tillë, sepse ka vështirësi, ka pengenca të mëdha që ishin edhe në pyetjet tuaja për me dalë ky koncept, por është shumë i vështirë, pa është shumë i bukur, edhe them që ja vlen. Faleminderit shumë që pranuat për këtë intervistë për televizionin tonë dhe faleminderit për shërbimet e këtyre ditëve. Ishte një kënaqësi e madhe për Natura Erasmare Sort, për stafin tonë që ne ju kishim, ishit një grup jashtëzakonisht i bukur dhe ne na solt Kosovën këtu. Faleminderit shumë. Faleminderit. To çfarë thot administratorja janë lehtë të prekën, të shijon po që i bën një vizitë në Razëm. Mendje, merr fushat e malet jashtë nga qyteti, nga brengat, nga thashëthemet, nga rëmuja, nga rëmeti. Të këndon të lënza me gaz edhe zogu me dëshirë, e qyqja duke qeshur, bilbili me ëmbëlsirë, të hapët trëndafili, atje ma ka ëndat e jem. Bashk me shpest edhe unë t'ja thras këngës e t'ja them, të sho këdhërit, e shqerat, desht, cjep, dhënd e dhit. Qiellin e zbukuruar, vend me lule me dritë, zosh zën këngë e valle dhe po kërcejnë e këndojnë, e në përdega me lule si ëngjëllit fluturojnë. Argjët të madhit Naim Frashi do t'i bje në mend se cilit pushues në këto vise, prandaj s'ka si të mos mahnitesh me pamjet e këtij vendi. Ky territor është i njohur për shpellat e shumta që ka. Për 72 shpella sa ka gjithsej kjo hapësirë është edhe kjo ndërto, është kjo shpella e plumave, për cilën mëgjërësisht do të na njoftoj Ciceroni. Atëherë kjo quhet shpella e pëllumbave, nga që jetojnë pëllumbat e zgjerën e te, vizitojmë me shpesh si tuash, sepse është më afërta. Edhe është shumë e bukur si tuash, kjo ka 2 dalje. Njënën është shumë e lehtë si tuash të hysh e dalesh për te, ndërsa nga tjetra është vetëm po t'jesh i siguruar me letare më ndaj gjë. Kemi disa vende që mund shohim nga kjo pikë, është Shkodra, që duket atje që mund shohim jo shumë, por pak, është liçeni i Shkodrës.
Këte janë vargmalet që qojnë deri në theth. Këto mund të shohim malet e Dragoçit, që janë vargmalet. Pastaj është Razma sipër atje. Këte janë kunora e Veleçikut, edhe Veleçiku, i cili është 1725 metër në nivelin e detit. Të dashur miq, mirë se vini në Shqipëri, mirë se vini në Alpet shqiptare. Ne jemi një popull i ngrohtë, i lashtë sa vetë njeriu, i hapur në për të njohur dhe rinjohur të tjerët. Kemi një qellë të bukur që na bën të ëndrojmë, prandaj ndoshta na quajnë Shqiponia. Lugjet, shpellat, ujrat, erat, mbartin fatin ton që është i bukur por edhe i ashpër. Legjendat, prallat e moshme, këngët dhe vallet nxjerrin thelbin ton, shpirtin shqiptar. Të bërit biznes në vendet e këtilla historike duke ruajtur trashëgimin ka gjithandej të rojeve shqiptare. I till është edhe Hotel Tradita në mes të qytetit. Hotel Tradita është një hotel i vogël dhe i këndshëm, i mobiluar në mënyrë tradicionale. Megjithse është tradicional shqiptar i cili gjatë verës së shërbehet me bardakun, terracën, një detaj që e bën të veçantë këtë hotel, godina është një shtëpi e vjetër karakteristike shkodrane që daton nga viti 1694. Unë jam Gjon Dugilaj, jam ideatori i Muzeu Restorant Tradita, Hotel, Bar e me radhë. Fakti që kam zgjedhur këtë vend nuk është krejt rasti. Shtëpia ishte një shkrimtar të njohur në Shkodër, Filip Shoga, që besoj që njihet kudo në trojë shqiptare. Edhe në vërtet nuk ishte një shtëpi e rrallë për nga vlerat muzeale, po kishte disa gjëra të cilat prezentoshin në një formës tjetër një shtëpi të madhe shkodrane me disa harqe, me një tunel karakteristik që ndoshta vetëm me pak punë merrte një pamje tjetër dhe një pasuri tjetër, duke i shtuar edhe shumë vlera që janë brenda ambientit, të cilat e kompletojnë ose më mirë më thënë të tjetërsojnë nga një shtëpi e thjesht shkodrane në një shtëpi shumë kreshnike me shumë elementa, qoftë etnografik, qoftë fotografik ose qoftë sende të përdorimit përditshëm 50 vjet e 100 vjet e më shumë përpara. Unë të gjithë miqtë e dashamirët i këshilloj, gjëja më e rëndësishme është që shqiptarët të gjejnë gjuhën qoftë me vllain, qoftë me motrën, se nuk është kush që njëri ta fillojnë biznesin e tjetrit të thonë nesër çfarë bane me hisën teme, pse zakonisht të shtëpia të mëdha janë pjesë e shumë njerëzve. Unë e kisha një fat të tillë, që gjeta një gjuhë të përbashkët me njerëzit e mi. Edhe në momentin që njeriu gjen gjuhën e përbashkët, është një biznes shumë i sigurt, është një kënaqësi përveç biznesit dhe është një shpirt që ti e prek e shef edhe që ti jep një kënaqësi tjetër që ndoshta na nuk e dallojmë, por që në vërtetë edhe kjo ekziston. Me lejoni atëherë në emër të gjithë pjesëmarrësve, por edhe në emër të
shikuesve të televizionit tonë, t'ju falenderoj për këtë intervistë. Dhe për mikpritjen gjithsesi traditën shkodrane që na e pet. Faleminderit edhe për jush edhe mirë se keni ardhur në vendin tuaj. Miqtë e televizionit Syri Vision, përmes këtij emisioni dhe përmes kësaj vizite të organizuar nga CHVB-ja, sollëm kështu tek ju mesazhin se mund të realizojmë edhe turizëm rural edhe ne në Kosovë. Duke marrë kështu mesazhe të gjithë pjesëmarrësve, duke sjellur kështu tek ju ide të reja se si mund të zhvillohet një biznes, një turizëm rural, urojmë që shumë shpejt edhe Kosova të jetë po kështu e vizituar sikurse ishin në këto vende të cilat i vizitoi ekipi ynë së bashku me këtë delegacion në Shkodër, Tiranë e Gjetiu. Gjakova e Shkodra kanë ngjashmëri të shumta, por edhe miqësi të mëdha. Është e pamundur që të shkosh në Shkodër e të mos e gjesh një mik të Gjakovës apo Anasjeltas. Kështu ndodhi edhe kësaj radhe. Ekipi ynë takoi një ndër miqtë e shumt, e ai ishte Gëzim Uruçi. E po miqtë e televizionit Syri Vision, jo rallëherë e keni dëgjuar thënien se qyteti Gjakovës dhe qyteti Shkodrës kanë miqësi të përbashkëta. Këto dy qytete i lidhin shumë, tradita, kultura, por edhe lashtësia. Një ndër miqtë që qyteti ynë i Gjakovës ka në Shkodër është edhe Gëzim Uruçi. Se cilët janë miqtë e Gëzim Uruçit në Gjakovë dhe që kur njihet ai me qytetarët e komunës tonë, do të mësojmë gjatë intervistës në vazhdim pikërisht me Gëzim Uruçin. Profesor, më lejoni t'ju quaj kështu profesor. Faleminderit për këtë mundësi që na e dhatë që të flasim për miqësinë e Gjakovës dhe Shkodrës, miqësinë e juaj me gjakovarët. Unë do të thoshe jo miqësi, po do të thoshe diçka tjetër, një vëllazëri në mes të këtij qyteti të mrekullueshëm të Kosovës, por të Shqipërisë së madhe, etnike, pa dyshim natyrale, i cili ka ngjall shpesh kuriozitetin e shkodranëve, për vetë faktin sepse qyteti i Gjakovës ka shumë lidhje me qytetin e Shkodrës. Ka shumë në rrafshin patriotik të gjuhës, të ahengut popullor qytetar gjakovar dhe atij shkodran, të këngëtarëve që janë jashtëzakonisht të njohur në qytetin tonë, të cilët e përshëndes. Do ta nisi përshëndetjen me emra të tillë korifej të këngës popullore qytetare të Gjakovës, siç ka qenë i madhi Esat Bisurri, që është pa dyshim edhe i madhi Ismet Peja, një bilbil i këngës, që ka qenë Qamil i vogël, ose Muaxhiri, Shpresa Gashi, e shumë të tjera që po të radhisim këtu, ne nuk mbarojmë kurrë. Pra, melosi, kultura, etnografia, etnogjeneza, e shumë element të tjerë e lidhin qytetin e Gjakovës me qytetin e Shkodrës. E pse jo edhe dashamirësia që kanë pas për njëri tjetrin. Por humori i Gjakovës, humori i Shkodrës, e shumë probleme të tjera. Dalemi tash pikërisht tek profesioni juaj, profesor. Si e vlerësoni ju, cili është ai mendimi juaj se sa jemi duke ruajtur qoftë Gjakova edhe Shkodra, këto dy qytete, sa jemi duke kultivuar atë traditë? Kjo pyetja ju është... Dëgjojmë shumë zëra se kemi devijuar nga kultura e dikurshme, nga tradita. Të them të drejtën, kjo pyetje ju është tepër interesante, pasi ne ndodhemi përpara një kolapsit të modernizimit të melosit shqiptar dhe atij të ujit. Kjo nuk po bëhet për arsye për të na sjellë një kulturë të re ose diçka tjetër, por problemi është i tillë sepse ne, kur them ne, maja dhe unë përgjithësi edhe shokët e mi, këngëtarët, po të rriqem nga elementi komercial në muzikë dhe në art. Pra po devijojmë nga ai aks, nga ajo kolon vertebrale e këngës popullore, e traditave në veshje, traditave të dasmës, pra etnokulturore, etnografike, folklorike e shumë. Atëherë, profesor, mua s'më mbetet gjë tjetër vetë
turojmë që kjo traditë, ky melost na përcjell edhe gjeneratave reja. Juve faleminderit për kontributin ju dhe gjeneratës juaj. Unë ju falenderoj ju që më morët në intervistë, edhe duhet të falenderoj të gjithë ato këngëtarë të ri të Kosovës, e në veçanti të Gjakovës, që sjellin edhe sot melosin, kulturën, etnograf, arkeolog, folklorista e shumë të tjerë që sjellin ashtu të pasur, të kristal, si burimet e Valbonës, si burimet e Sharrit, si burimet e Drinit të Bardhë e tjerë, ta sjellin kulturën shqiptare, jo vetëm në popull, por edhe në ekranin tuaj, dinjitos siç është televizioni i Gjakovës. Unë ju falenderoj shumë që më kushtuat një sekuencë. Vizita studimore u mundsua në kuadër të projektit për zhvillim të turizmit Shihemi në Dugagjin, financuar nga Bashkimi Evropian dhe menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë. Projekti zbatohet nga CHVB-ja në bashkëpunim me komunat Junik, Deçan dhe Pej, që ka për qëllim të kontribojë në zhvillimin e metudheshëm të resoreve njerëzore dhe përmirësimin e aseteve kulturore në regionin e perëndimor të Kosovës. Këtyre ditëve të vizitave në vende të ndryshme, edhe çka konkretisht keni përfituar, njohuri të reja, natyrisht edhe ku do t'i bartni? Së pari falenderojmë organizatorin e vizitës për një vizitë tillë në Republikën e Shqipërisë. Realisht ishte një përvojë e mirë për gjitha edhe nivel institucional, edhe komunitetin e biznesit dhe komunitetet tjera që marrin pjesë në 3 komunat e Pejës, Gjakovës dhe Junikut. Ishte një shkëmbim mjaft i madh i përvojave, sidomos në resorin Razëm, ku patëm rast që të shohim një organizim mjaft e mirë të biznesit privat si organizohet një turizëm malor konkretisht që do t'ju shërbejë edhe bizneseve tona që veç kanë qenë pjesëmarrës në këtë vizitë që një përvojë tillë ta aprovojnë edhe në vendin tonë konkretisht në rrafshin e Dugagjinit. Kushtet natyrisht që sipas jush i plotsojmë edhe ne kemi resore të tilla. Realisht bazuar në kushtet që ekzistojnë të ne dhe këtu, mund të themi që ndoshta kushtet janë edhe më të mira në regionin e rrafshit të Dugagjinit dhe në bjeshket e tona të cilat i posedojmë, por realisht mund të themi që mungon një përvojë e tillë rreth organizimeve të tilla dhe rreth organizimit të bujtinave atë që kemi edhe një mungesë në atë aspekt në atë cilësi. A mendoni që ta zhvilloni edhe ju turizmin në komunën e Deçanit kur komuna jonë ofron shumë mundësi? Po, mendoj që vizita ka qenë shumë e mirë. Mendoj që turizmi edhe në Deçan do të jetë sikur në Shqipëri siç ka qenë. Besoj se do të mundohem të zhvillojmë atë turizëm sikur në Shqipëri. Pam këto individualisht njerëz, personat ndryshëm që kanë zhvillu turizmin me vetë financim. Ju si biznesmeni i komunës Deçanit, mendoni që në një të ardhme shumë shpejt keni një resor që faret edhe i vizitun këtyre ditëve? Po, patjetër. Patjetër do të mundohem të zhvillojmë atë turizëm sikur ka qenë në Shqipëri. A ka komuna juaj mundësi të zhvillimit të një turizmi në këtë formë? Po, unë mas pari mund të falenderoj edhe organizatorin që ka bo një vizitë të tillë, e cila është shumë e rëndësishme, që ta fitojmë një përvojë të tillë, e cila mund të na shërbejë edhe në Kosovë. Ne në Deçan kemi vende të tilla atraktive, mirë po Gjermetani nuk e mujt me shfrytzu si duhet, sidomos vende tradicionale, kullat, të cilat i kemi ne pa kush i ka, dhe pozita tyra është shumë e mirë për me zhvillu turizmin, sidomos turizmin rural, mirë po Gjermetani nuk kemi bo ndonjë punë të madhe, po shpresoj që me fitimin edhe të këtyre përvojave, këtyre traditave që po bohen në për këto vizita, shpresoj që në tarmen ne do t'i kthehem edhe këtij biznisi i cili është shumë i rëndësishëm edhe për familje, por edhe për Deçanin. Kjo ishte një përvojë e mirë për neve, përderisa erdhëm këtu në këtë vizitë studimore dhe pam se si organizohet faktikisht turizmi rural në zonën e Shkodrës kryesisht, dhe pam se si janë gëshëtu faktikisht me qenë se unë vi nga Juniku dhe është gëshëtu të shikimia kulturore dhe ajo natyrore që ka posedon Shkodra me rrethin. Njëkohësisht edhe ne posedojmë një thujase të njëjtën traditë ose të njëjtën situatë dhe mendoj që në të ardhmen nga përvojat e fituara këtu edhe ne do të kemi mundësi që
ta zhvillojmë edhe më tutje turizmin në rajonin tonë. Kisha pas dëshirë mi ndo 3 momente të kësaj vizite, të rëndësishme për ne si përfaqësues të fushës e planifikimit hapësinor. Njëra ka qenë vizita që kemi bo Universitetit Polis dhe përshtypjen që morëm aty dhe premtimet që i morëm për bashkëpunimin më të tjeshëm me Universitetin e Polisit në fushën e planifikimit hapësinor, që është njëra prej rezultateve, unë me thonë, të rëndësishme për ne. Dhe dyta është trashëgimia kulturore dhe e treta turizmi. Të dy këto të fundit i pam edhe me rastin e Shkodrës, edhe me rastin e vizitës që bom në resorin Erasmus, e pam që duhet seriozisht me menu në zhvillimin e këtyre dy formave të zhvillimit ekonomik, se përfitimit janë shumë të mëdha. Edhe pse shteti në momente të ndryshme edhe të njëjta si në Kosovë dhe edhe në Shqipëni nuk është u marrë seriozisht me këtë fushë. Unë besoj se këto iniciativat private që i pam në Shkodër edhe në Erasm tregojnë se ka hapësinë që kjo fushë të zhvillohet edhe të jetë si përfitim shumë i vlefshëm për ekonominë jo vetëm të komunës, por ekonominë e Shqipërisë në rastin tonë të Kosovës. Ashtu siç është para po, qëllimi i vizitës studimore ka qenë të marrim disa përvoja të mira në Shqipëri. Besoj që ato kemi arrit. Kemi pas komente shumë të mira nga pjesëmarrësit në përgjithësi. Kemi arrit gjithë të mësojmë diçka për vendin, për ofertat, si krijojnë ato ofertat turistike, si menaxhojnë, që është shumë e rëndësishme për ne. Edhe besoj që ky koordinimin mes pjesëmarrësve, biseda mes tyre ka qenë shumë kontribuese edhe për punën tonë të ardhmen në Kosovë. Duka qenë çka konkretisht pas kësaj vizite do të ndërmarrin organizata juaj me bashkëpunëtorët të cilët i keni? Vizita studimore ka qenë një ndër aktivitetet të projektit Shimin Duvagjën. Në vazhdimsi tash për këtë vitin 2012, shihen trajnimet që do të vazhdojnë deri diku në korrekt vitin 2012 dhe mandej kemi edhe hapjen e qendrës regionale të turizmit Shimin Duvagjën, që do të hapet në Junik. Përveç saj do të vazhdojnë trajnimet dhe ngritja kapaciteteve të njerëzve të lidhur me sektorin e turizmit. Pra nuk po flasim vetëm për bizneset e vogla apo të mesme, por flasim për gjithë komunitetin apo individ që janë të lidhur një farë forme apo tjetër me sektorin e turizmit. Nëse pjesëmarrësit kanë qenë shumë vigjilentë dhe kanë arritur që brenda këtyre ditëve të konceptojnë ose të nisin një ide, po pavarësisht idesë që do të jetë ndoshta më e mirëfillta e mundshme, ju mungon mbështetja, ju mungon buxheti e ku ta dione. Do të jetë organizata juaj një mbështetje të paktën morale? Gjithsesi mundohem që të japim maksimumin dhe të rrisim atë farë impaktin, efektin që kemi nga puna jonë në rajon. Financimi i aktiviteteve apo investimeve në turizëm është masa i nevojshëm, po jemi të hapur për negociata edhe shikojmë opsione të ndryshme nga prej qeverisë. Veç kësaj përfaqësuesi nga Komuna e Junikut, Instituti për Planifikim Hapësinor, Unhabitat, Trashëgimia Kulturore pa kufit CHVB dhe përfaqësues të sektorit privat prezantuan procesin e artimit të dokumenteve të rëndësishme në fushën e arkitekturës së Junikut. Plani zhvillimor komunal, plani zhvillimor urban dhe planeve rregulluese urbane të Komunës së Junikut janë shembulli më i mirë në Kosovë i një bashkëpunimi me Universitetin Polis në Tiranë.
Gjatë prezentimit të arriturave, rektori i Universitetit Besnik Aliaj tha se në Kosovë ka akoma mundësi që të ketë plane të mirëfillta të zhvillimit urban. Zhvillimi natyrisht sjell edhe problematika sekondare të cilat duhen atakuar dhe pikërisht këtu është dhe roli jon që ne ti atakojmë këto problematika dhe së bashku të japim zgjidhje. Unë shoh në sallë që tani mjaft persona të cilat i kam miq që prej vitesh sepse kemi bashkëpunuar dhe është kënaqësi që ata kanë ardhur përsëri. Por më duhet të falenderoj në mënyrë veçantë Enesin nga Kultura pa kufi, për shkak se arsyeja për cilën ne jemi mbledhur sot fillon pikërisht një kontakt që vjen nga organizata Kultura pa kufi, e cila kërkoi që të kishte asistencën e Polis të Metropolis, studios son të projektimit, për 2 plane të cilat kishin bëjnë me zhvillimin urban në komunën e Junikut. Për ne ka qenë një eksperiencë jashtëzakonshme sepse ka qenë një përvojë që kemi mësuar nga të dyja palët nga njëri tjetri, mjaft të hapur. Edhe zyrtarët të komunës së Junikut kanë vlerësuar lart bashkëpunimin me U-Polis dhe organizatat tjera me të cilat kanë bashkëpunuar në këtë fushë. Sa i përket çështës së bashkëpunimit me mekanizmat që i përmendëm edhe në këtë simpozium, mund të them që kemi pas bashkëpunim që nga viti 2001, kemi filluar me CHVB në restaurimin e kullës Oda e Unikut. Pastaj ky bashkëpunim ka vazhduar me përsërimin e CHVB në projekte të tjera, siç ka qenë konservimi dhe ruajtja dhe zhvillimi i kullave apo trashëgimisë kulturore në Unik. Pastaj në vitin 2009 kemi vazhduar me këta partnerë dhe me partnerë të tjerë, siç ka qenë Instituti për Planifikim Metropolis, pastaj UN Habitati në hartimin e planit zhvillimor urban, pastaj planit zhvillimor komunal, si dhe planit rregullues urban qendra, ndërsa tash jemi duke vazhduar edhe me projekte të tjera, siç është studimi për fizibilitetin apo zhvillimin e parkut Moronica, plani i veprimit mjedis, plani lokal për veprimin mjedis, si dhe aktivitetet të tjera të cilat do të mungojnë të ardhmen. Enes Toska nga trashëgimia kulturore pa kufi CHVB tha se shembulli i komunës së Junikut duhet të shërbejë edhe komunave të tjera për të përfituar në të mirë të tyre. Bashkëpunimi i trashëgimisë kulturore pa kufi me Universitetin Polis daton prej vitit 2007. Kur ne si Fondacion Suedes, që është e përfaqësuar në Kosovë edhe në disa shtete të tjera në rajon, jemi mundu me sjell një përvojë shqiptare, origjinale, do të thonë një përvojë e cila e kupton mentalitetin, e cila e kupton tipologjinë, arkitekturën, aspektet urbane të zhvillimit hapësinor në Kosovë. Edhe ne jemi afru, realisht u kemi qasë Universitetit Polis, gjithsesi Metropolisit si një degë të saj, si një kompani konsulentet, e cila na ka ndihmuar për hartimin e planit zhvillimor urban dhe planit rregullues urban. Tash ndoshta edhe pak jashtë klisheve, është bërë traditë në Kosovë që kushdo i huaj që vjen, është diçka e vlefshme dhe na duhet patjetër me implementu. Na kemi desh pak me prish këtë sistem të punës dhe jemi mundu mi pru ekspertat tanë që flasin shqip, edhe që ofrojnë ide dhe vizione për komunat tona, do të thonë realisht një vizion dhe ide që vjen prej një universiteti me renome në rajon, do të thonë që është përkohë që ka studenta shqiptar, ka dhe studenta ndërkombëtar edhe ligjërues ndërkombëtar. Pra jemi mundu me pru këtë përvojë në Unik, edhe besojmë, do të thotë sot është pa prezantimeve që komuna ka përfituar maksimalisht prej këtyre përvojave ose prej përkrahjes që ka ofruar Universiteti Polis prej hartimit plan zhvillimor komunal, normalisht me ndihmën e trashëgimisë kulturore pa kufi. Stafi akademik i Universitetit Polis dhe studentët vlerësuan pozitivisht të gjithë procesin e punës të prezantuar nga përfaqësuesit e akterëve hartues të strategjisë punuese për planifikim arkitektonik të Unikut. Në kuadër të projektit Shihemi Ndugaxhin, themelimi i qendrës rajonale për turizëm nga konkursi i këtij projekti Uniku ka arritur të jetë edhe përfaqësuesi i 2 komunave të tjera të Ndugaxhinit, Deçanit dhe Pejës. Me 21 maj të këtij viti, kulla i sufajve tashmë restauruar nga CHVB-ja do të jetë qendra rajonale për turizëm në këtë zonë, sipas marrëveshjes së komunave të theksuara me lart. Në fakt, bashkëpunimi në mes të Kuvendit Komunal të Unikut dhe Cultural Heritage Without Borders CHVB-s në fakt ka filluar që nga viti 2001 me restaurimin e kullës së Brahim Hoxhaj dhe vazhdon deri më tani. Është një bashkëpunim shumë i mirë mes kësaj organizate dhe Kuvendit Komunal,
Njëherët kjo organizat ka restauruar shumë kulla në Jonik. Një ndërto tani që po flitet në fakt në maj të këtij viti do të bëhet në 21 maj do të bëhet edhe përurimi i qendrës rajonale të turizmit, e cila është vendosur në kullën e Isufajve në Jonik dhe është pjesë e projektit Shihemi në Dugagjin. Në fakt ky projekt është implementohet nga CVB-ja, financohet nga Komisioni Evropian dhe si proces ka filluar me mbledhjen kanë konkuruar disa kulla të rrafshit të Dugagjinit në përgjithësi dhe kulla e Isufajve ka fituar që të jetë qendra rajonale e turizmit. Edhe kështu në këtë projekt bëjmë pjesë 3 komuna, është Peja, Deçani dhe Joniku. Projekti Shihemi në Dugagjin ka filluar vitin e kaluar dhe do të vazhdojë edhe gjatë këtij viti. Në vazhdim i këtij projekti është edhe Mirë se vini në Dugagjin. Pra, për më shumë cilësitë dhe pjesë të këtyre projekteve flasin edhe vetë CVB-ja. Rikujtojmë se vizita studimore u organizua në kuadër të projektit zhvillimit të turizmit Shihemi në Dugagjin, financuar nga Bashkimi Evropian dhe menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë. Projekti zbatohet nga CHVB-ja në bashkëpunim me komunat Jonik, Deçan dhe Pejë.